Dita ndërkombëtare e marinarit, që festohet çdo vit më 25 qershor, është një nderim global për të gjithë marinarët që shërbejnë me përkushtim në detet e botës. Kjo ditë thekson rolin etik që luajnë marinarët në garantimin e tregtisë ndërkombëtare, lëvizjes së mallrave, sigurizatare dhe mbrojtjes së mjedisit oqeanik. Por kjo ditë do të gjejë vlorën pa një akademi marine. Dita e marinarit është cilësuar e tillë për shkak të gjithë komunitetit detar ndërkombëtar, e që ngres zërin për të falënderuar dhe mbështetur marinarët, ata që kalojnë muaj të tërë larg familjeve të tyre, përballen me rreziqe natyrore e teknologjike, e që përmes punës së tyre të heshtur mbajnë gjallë arterien e ekonomisë globale. Marinari shqiptar ka qenë gjithmonë pjesë aktive dinjitoze e botës detare, qoftë në shërbimin ushtarak, në flotën tregtare apo në strukturat teknike dhe ndihmëse që lidhen me jetën në det. Që nga vitet e para të shtetformimit shqiptar, detaria është ndërtuar me duar, mendjen dhe guximin e marinarëve tanë. Ata kanë qenë roje të brigjeve dhe portave detare, mbartës të sovranitetit kombëtar, ambasador të Shqipërisë në detet ndërkombëtare, e mësues për brezat e rinj të detarëve. Nëpërmjet flotës luftarake detare, flotës tregtare, shkollës së lartë të marinës në Vlorë, shkollës së specialistëve në Durrës dhe misioneve në ujërat të huaja ndërkombëtar, marinari shqiptar ka fituar jo vetëm përvojë, por edhe respekt ndërkombëtar si profesionist i përkushtuar, i disiplinuar dhe me etikë të lartë. Dita e marinarit që shënohet me 25 qershor do ta gjejë vlorën në një godinë relike të së kaluarës që dikur kanë nxjerrë brezat e marinarëve, ndërsa sot është shkatëruar e që të ofron një pamje që lë shumë për të dëshiruar.